Përmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish. Në këtë takim të radhës do të flasim për një prej personaliteteve më të rëndësishme në historinë islame, një prej grave të profetit Muhammed a.s. Do të flasim për Hafsa bint Omer, vajza e Omerit, bashortja e profetit Muhammed a.s., e cila gjithashtu ka qenë një prej njerëzve që jo vetëm thjesht ka ndarë jetën me profetin Muhammed a.s., por se me karakterin e saj, me qëndrimet e saj, me zgjuarsitë e saj, me devotshmërinë e saj, ka lënë shumë mësime për çdo pasues të kësaj feje. Dhe ne do të ndalemi në momentet kryesore të jetës së saj. Për gjitha këto do të kemi shpjegimet e hoxhës nderuar Feripiko. Profesor Mirësedin. Përso gjetëm, faleminderit. Profesor, Hafsa, vajza e Omerit, Zoti qoftë i kënaqur me ta, njihet si një prej grave të profetit alayhis salam, e cila ka spikatur me karakterin e saj, me aftësitë e saj dhe njihet konsiderohet si një prej intelektualeve të kohës, pra ishte ndër të paktat që dinte shkrim dhe lexim. Çfarë mund të themi për këtë dimension? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot. Nëpërmjet të këtyre emisioneve faktikisht i lirë ne synojmë që t'i flasim vetes tonë, t'i flasim edhe të tjerëve për statusin e grave në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në përgjithësi në shoqëri, se si motivonte, se si vlerësonte vlerat e tyre, se si respektonte të drejtat e tyre, se si porosiste njerëzit e tij të afërt që të kenë shumë kujdes dhe të ruajnë shumë padrejtësisë ndaj grave. Mirë po, këto fjalë që po themi i thoshte për publikun në përgjithësi, do shikojmë se si ai personalisht i ka respektuar të gjitha këto në jetën e tij private. Prandaj hedhja dritë mbi gratë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi vlerat specifika të tyre, mbi mbardhëniet që ato kishin me profetin alayhis salam në shumë të rëndësishme, sepse njeriu mundet që publikisht apo teorikisht të flasë, të shpjegojë për diçka, por kur vim tek praktika e tij, tek modeli i tij, do të shikojmë që ka shumë gjëra që cënohen dhe nuk janë siç fliten në praktikë. Ne do gjejmë komplet të kundërtën. Do gjejmë që me vërtet modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me marrëdhëniet me gra është model jashtëzakonisht i veçantë. Ai është profeti i Zotit për të gjitha kohrat, për të gjithë njerëzit, për të gjithë muslimanët, dhe njerëzit duhet t'i kthehen modelit profetik në marrëdhëniet me gruan. Sot do flasim për Hafsan, vajzën e Omer ibn Khattabit, prisit besimtarëve, atë njeriu me karakter të fuqishëm, atë njeriu shumë të drejtë, por i cili ishte gjithmonë në krah të drejtësisë edhe përpara, po themi fjalës vërtet, ai tërhiqej edhe sikur një grua ta korrigjonte. Siç ka ndodhur, Omeri ishte njëri që e kishin frikë edhe kurreste, sepse i kishte dhënë Zoti, po themi, edhe një autoritet të tillë që edhe kurreste fizikisht të imponojë me fizikun e tij, me zërin e tij, ishte i fuqishëm shumë me autoritet, por ky Omer, kur një grua e korrigjonte dhe i thoshte gabove, nuk është sikur thua ti, ai thoshte ja qelloi gruaja edhe gaboi Omeri. Pra, ai arriti, më thënë, profeti alayhis salam arriti të ndryshojë shumë edhe mentalitetin e kohës dhe të njerëzve. Hafsa është vajza e Omerit dhe si e tillë ajo i ngjan babait të saj. Është, po them, modeli i Omerit, po në versionin grua. I ngjan shumë Omerit në autoritet, në shumë drejt për drejt, shumë por qëndron gjithmonë në krah të drejtës dhe të vërtetës. Se ky nuk është një autoritet që dhunon. Nuk është një autoritet që bën padrejti, por është një autoritet i cili e jep mendimin e vet, ashtu të lirshëm siç e mendon atë, por jo në emër të padrejtisë, as në emër të imponimit të mendimit ndaj të tjerëve. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar që në kohën e pejgamberit alayhis salam, në familjen e tij, gratë kishin mendimin e tyre dhe thoshin lishmat mendim dhe i dilshin për Zot mendimit të tyre. Por kur shikonin që mendimi i tyre nuk është i drejtë, apo po themi ajeti kuranor apo një hadith profetik e qortonte këtë mendim, ata ishin aq të fuqishëm sa që ta linin mendimin e tyre. Është pikërisht për të prishur ato stereotipe që mund të jenë krijuar në kokën tonë, sikur
gratë e profetit alayhis salam apo gratë në Mekë dhe në Medinë ishin thjesht dëgjonin çfarë thon burrat e tyre, se burrat e tyre ishin njerëz të mëdhej, ishin sahabët e pejgamberit alayhis salam. Por dhe ata ishin gratë mëdha, ishin sahabijet e pejgamberit alayhis salam, ishin me shoqëruesit e jetës së pejgamberit alayhis salam. Jepnin mendimin e tyre, thonin lirshëm ato që mendonin, shpeshherë kritikonin dhe kundërshtonin ndoshta edhe mendimet e bashortëve të tyre, por shansi i tyre edhe i burrave dhe i grave është sepse në çdo lloj situate dhe konflikti, paqartësie kishin ku ktheheshin tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Madje në këtë rast Omeri që kishte autoritet i tha i dërguari i Zotit, tha imi mësuar që gratë përgjithësi na dëgjonin në Mekë. Ata do i kishin jetuar në Mekë, tashmë ishin transferuar në Medinë. Por kur erdhën në Medinë panë që gratë tona filluan të ndryshojnë, sepse gratë e Medinës ishin më të lira. Kishin edhe marrëdhënie, po themi më të relaksuar me bashortët e tyre. Është çështje zakonësh kjo, pastaj nuk është çështje feje, tha dhe gratë tona tha filluan të ndikohen prej grave të Medinës dhe shpesh herë tha vinë dhe na kundërshtojnë mendimet tona. Buzëqeshi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam si për treguar që kjo është pjesë e natyrshme e jetës, e zakoneve, njerëzit kanë zakonet e tyre dhe vendet ndryshme kanë zakonet të ndryshme. Por nuk është se e kundërshtoi apo nuk është se tha jo ti mbaje me forcë. Pra nuk e pasi si një zhvillim negativ, nuk e pasi zhvillim. E pasi një zhvillim, po themi normal, të natyrshëm, i cili normalisht ka nevojë për orientime dhe edukimet e duhura. Pasi duket sikur edhe për Hafsën është një investim, po themi intelektual i profetit Muhammed alayhis salam. Pra ka qenë ai që e ka nxitur këtë dimension të saj për të lexuar, për të mësuar. Pra duket sikur profeti alayhis salam investon në aspektin intelektual të femrës, në këtë rast bashkëshortes së tij. Po, për Hafsën është transmetuar që profeti alayhis salam me insistimin apo me direktivat e tij, ajo mëson se pak njerëz dinin shkrim, lexim në ato shoqëri. Nuk ka qenë dhe shumë i nevojshëm në atë kohë shkrim. Normalisht njerëzit bazoheshin shumë në memorizimin e gjërave dhe ngjarjeve, por profeti alayhis salam porosit që Hafsa të mësoj shkrim dhe lexim dhe ajo është një, po themi, një kalibër, një dietarje e cila din dhe shkrimin edhe leximin. Edhe këtu është një element që është i rëndësishëm për prindin, sidomos për prindin tek fëmijët e tij apo për bashortin tek bashortja e tij, kur shikon që ka aftësi, ka kapacitet, ka mençuri, është që të investoj për arsimin e saj, sepse ndoshta ju të gjithë fëmijët, po themi, kanë të njëjtit tregues, por kur shikon prindi që fëmijët, njëri prej fëmijëve ka kapacitet, ka aftësi që të zhvillohet në këtë fushë, është hak dhe është detyrim që të investohet për këtë gjë. Dikush tjetër mund të ketë një profil tjetër. Po ashtu dhe bashorti, për bashortin e tij, kur shikon që ajo i ka mundësitë, i ka aftësitë, e ka dhe karakterin i cili do të përshtatet mirë me diturinë, është që të investojë. Kjo është treguesi argumenti më i fortë që është investuar për diturinë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, madje është investuar shumë për diturinë e grave. Sepse gratë ishin referenca për ato, ishin referenca jo thjesht për gratë, por ishin referenca edhe për burrat. Dhe kjo është arsyeja që një pjesë e madhe e këtyre emrave nuk kanë qenë thjesht, po themi, dietare edhe ato që jepnin fetva për çështjet e grave, por kanë qenë dietare që jepnin fetva për çështje të mëdha, qofshin këto dhe çështje politike. Kjo është argumenti më i fortë nëse pyet dikush çfarë kanë qenë gratë, kush i ka pyetur në atë kohë gratë, çfarë ndikimi kanë patur gratë, ja këta kanë qenë gratë, të cilat i kanë pyetur edhe vetë burrat kanë shkuar dhe i kanë sahabët e mëdhenj kanë pyetur për referencë kishin Aishën, kishin Hafsën, kishin nënat e besimtarëve. I pyesnin për çdo gjë, i pyesnin. Pra përderisa ishte profeti Muhammed alayhis salam gjallë, ishte vështirë për të kuptuar, po themi, rëndësinë dhe peshën që do të kishin të tjerët. Sepse ishte shpallja në bazë. Ishte shpallja aty dhe nuk kishte kuptim që të kishte, po themi, konkurrencë jo, po as edhe nevojshme që të thuaj diçka plus asaj që thoshte profeti Muhammed alayhis salam, duke qenë se e thoshte atë me shpallje. Po mbas vdekjes së tij, këto pastaj ngelen referenca të jashtëzakonshme në zhvillimet, po themi, edhe të dijes, të civilizimit, të politikës dhe të vendimeve të saj. Po një element i rëndësishëm i Hafsës është që ajo ishte vajza e Omerit, si thatë ju, dhe përmendet që në një farë mënyrë ajo trashëgoi shumë nga karakteri i babait të saj. Një
trashëgimi e pasur, e madhe, e jashtëzakonshme, por se me një risk jo të vogël. Si ishte karakteri dhe personaliteti i Hafsës si bashkëshortja profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ndërkohë si bia e Omerit? Fëmia trashëgon nga prindi, qoftë djalë dhe vajza trashëgon, nganjëherë trashëgon pjesërisht, nganjëherë plotësisht. Për Hafsën thuhet që ka qenë realisht ka trashëguar shumë nga cilësitë e babait të saj dhe kush e njeh personalitetin e Omer ibn Khattabit e di që është personalitet që ka shumë autoritet, edhe përpara Islamit ka patur shumë autoritet, por është një personalitet, po të shikosh asnjë nuk bën padrejtësi. Thjesht nuk ka dituri, nuk ka udhëzimin. Por janë disa njerëz që ndrojnë me të vërtetë, ato që mendojnë që është e drejtë dhe e vërtetë, edhe nëse qëndrojnë në anën e gabuar të historisë. Omeri nuk duhet të harrojmë që në emër të asaj ndoshta që po bëi fitnë në Mekë edhe tha është kë puna u teprua, ai u nis për të vrarë profetin sallallahu alajhi wasallam, sepse Mekka e kishte paraqitur si burimin e rrezikut. Edhe ai që po shkatronte qytetin e Mekës e paraqitën profetin alayhis salam dhe Omeri ndikoi shumë për kësaj. Po nga ajo dëshira që të mos kishte rrëmuj në Mekë, nga dëshira që populli i Mekës ishte i unifikuar, ai tha s'ka zgjidhje tjetër, tha, ashtu ka ardhur koha vetëm për ta eliminuar këtë person. Edhe shkoi të vras profetin sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, tjetër ishte veprimi, tjetër ishte çfarë ai kishte në zemër. Dhe Allahu xhaleshanu pikërisht këtë moment e zgjodhi si momentin që ai të hynte në besim. Omeri ka qenë gjithmonë i drejtë, ka qenë gjithmonë i transparent dhe shumë i qartë. Këtë karakter kishte dhe Hafsa, kishte trashëguar nga babai i saj pikërisht këtë lloj cilësish, madje transmetohet që Omeri kritikonte atë, e qortonte atë. Si më thoni, thoshte ti më kalove dhe mua, sepse shikonte vetveten e tij, por në modelin femër, dhe i thoshte ki kujdes, sepse ky karakter do të bëhet shkak që do të penalizohesh, më thënë. Siç janë marrëdhënie natyrshëm mes prindit dhe fëmijës, po sidomos kur prindi konstaton se fëmia i tij është tipik vetvetja e tij, si më thënë. Edhe e di ai që më thënë, siç unë jam penalizuar, do të penalizohesh dhe ti. Ka patur marrëdhënie shumë të veçanta Omeri me Hafsën. Për ato gra që kanë karakter të fortë, ndoshta, ose edhe mund të themi kështu, ndoshta edhe pak të vendosur, me vendosmëri, me ashpërsi në kuptimin e të drejtës dhe të saktës, do të kuptojnë që kështu ka qenë dhe Hafsa. Pra nuk kam se ndihen ndoshta mund të themi kështu jo të duhura, sepse ja ku kemi Hafsën që ka patur një karakter të fortë, me vendosmëri të madhe dhe me drejtësi të madhe. Po. Diskutimi për karakterin është shumë i rëndësishëm, Ilir, sepse njerëzit gabojnë dhe mendojnë që mund të ndryshosh karakterin e tjetrit. Prindi mendon që të ndryshoj karakterin e fëmijës vet, bashorti të ndryshoj karakterin bashortës time, që ta bëj ato ti përshtatet vetes së tij. Kjo është gabim. Allahu xhaleshanu është krijuesi. Ai ka krijuar dhe pamjen e jashtme, por dhe karakterin që është i brendshëm. Feja, besimi, udhëzimi dhe edukimi orientojnë karakterin që të përdoret për mirë ai. Do thënë, edhe cilësitë edhe vlerat që të përdoren për mirë, ato që mund të jenë anë, po themi, negative që çdo kush i ka, të minimizohen maksimum, por nuk ka zhbërje karakteri. Prandaj është gabim kjo tendenca që thash edhe prindi nganjëherë e ushtron tek fëmia që të zhbëj karakterin e fëmisë në thonjza dhe të krijojë një fëmijë siç e don ai. Ky është gabim. Prindi duhet konstatoj karakterin e fëmisë, ka pika të forta, ti investoj dhe ti fuqizoj, ka anë problematike që ti minimizoj dhe ti zbus. Prindi i mençur, po ashtu mësuesi me nxënësin e vet, po ashtu bashorti me bashortën dhe anasjellta, sepse nuk është të thonë që bashorti është edukuar si bashortës dhe bashortja është thjesht një, po themi, një nxënës përpara mësuesit të saj. Dhe anasjelltas, dhe bashortja konstaton tek bashorti i saj disa anë pozitive dhe motivon dhe mbështet, siç ishte rasti Hatixhes. Hatixha i nxorin pa në momente delikate cilësitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të bashortit të saj. Tha ti ke këto cilësi, ti nuk të hum Allahu xhaleshanu. Por bashortja për bashortin mund të jetë dhe një mësues shumë i mirë, kur i nxjerrin pa 2-3, po themi, problematika, por mundohet që ti menaxhoj. Ne nuk duhet të harrojmë, me që flasim për marrëdhëniet bashkëshortore, pse quhen plotësues, quhen bashkëshort, ata plotësojnë njëri tjetrin, edhe në karakter, ndihmojnë njëri tjetrin në karakter. Pra njeriu nuk i kërkohet
që gruaja kur shkon tek burri, shtëpia e burrit saj tash mai do të bëhet komplet krijesë tjetër, nështron, bindet. Jo, ajo vjen me karakterin e saj, por plotësojnë njëri tjetrin, korrigjojnë dhe mbushin njëri tjetrin. Kjo është element i rëndësishëm dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e zhbori karakterin e Hafsas. Nuk i tha asaj që ti tashmë bashortja e profetit Zotit, këtu zbret shpallja, nuk pyetet njeri, ti do të dëgjosh, ajo edhe mendimin e saj, edhe kur gabonte. Profeti alayhis salam është udhëzues për bashortet e tij, është udhëzues për ummetin e tij dhe ai orienton karakterin që të përdoret për mirë. Pikërisht, kjo ishte arsyeja që ai e nxiti që ai të mësoj shkrim dhe lexim. Sepse i pak që këto aftësi, ky karakter ka nevojë për dituri dhe kjo dituri do të jetë dituri me kompetenca. Dhe e orientoi pikërisht tek Kurani, ajo bë më vonë për referencat Kuranit, atë që pikërisht e kërkon Kurani, që jeni të strikt, që jeni të sakt, që jeni po themi pa asnjë lloj nuance, po themi devijimi. Po ndërkohë jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe jeta e Hafsës ishte një jetë me dimensione tërësisht njerëzore. Për këtyre dimensioneve do të mësoj pastaj çdo familje që vjen mbas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe ato familje që kishin rekorde suksesi, po dhe ato familje të cilat kishin sprova të ndryshme në jetën e vet, dhe është pikërisht një moment ku profeti sallallahu alaihi wasallam e divorcon Hafsën, mirë po duket sikur është një divorc që ja vlen, sepse rikthimi pastaj është hynor, pra duket si një lloj, do të thonë, divorci që çdo kush do e parapëlqente nëse kthimi do të ishte pastaj hynor. Si është kjo ngjarje në historinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shumë e rëndësishme të ndalemi edhe tek ngjarjet familjare, sepse ai është model për të gjitha situatat dhe vetë martesat e tij janë të tilla më shumë për të nxjerrë mësime se sa për nevoja, po themi, fiziologjike apo dëshirë që kishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të dalën pa një njeri, edhe shumë e rëndësishme, ky element është shumë i rëndësishëm. Pra, kemi të bëjmë me profet, por nga ana tjetër është njeri, por një njeri të cilin e udhëzon Zoti në çdo lloj situate. Një njeri i cili bën jetë natyrshme, ku është gëzimi, ku është hidhërimi, ku është momente të caktuara dhe mërzitet për diçka, një njeri ku ka pakënaqësi në familje, ndoshta nga gratin, pakënaqur me kushtet familjare, është normal, to janë të gjitha normale, sepse kur themi që Zoti e dërgoi model, nuk e dërgoi model vetëm në xhami, se si fliste bukur, apo se si ishte thjesht në fushën e betejës, apo se si ishte thjesht me shokët e tij. Pjesa më e madhe e jetës së njeriu është në familjen e tij, apo jo? Po mos ishte kjo lloj jete e tillë që kishte profeti alayhis salam, s'do kishim fare orientim për ato që është pjesa më e madhe e jetës tonë, brenda familjes, se si i kishte marrëdhënie me bashortet e tij, me fëmijët, me niprit dhe me mesat, me mysafirët kur vinin, me pakënaqësi që mund të ndodhin në familje, sepse ka shumë arsye që të ndodhin debate, të ndodhin pakënaqësi. Kjo është edhe rasti i Hafsas, është pikërisht për treguar që kjo ishte një jetë familjare, ishte një jetë njerëzore. Pra lidhje profetit sallallahu alaihi wasallam ndodhin të gjitha precedentët normal që ndodhin në jetën e gjithë çifteve të tjera. Dhe divorci shpesh është pjesë e jetës, edhe pse është një pjesë, po themi, jo e pëlqyer, po themi edhe në botkutimin profetik, por se është pjesë e jetës. Dhe kemi një precedent se si është zhvilluar dhe si është realizuar kjo. Është plotësisht e drejtë, dhe rasti që përmendëm për Aishën, ai ishte një sprovë për Aishën, po ishte sprovë për profetin alayhis salam dhe për familjen, për lidhjen e tyre martësore, dhe sprovë jashtëzakonisht e fuqishme. Pse i ndodh një profeti diçka e tillë? Pse duhet i ndodh te Aishës? Ja, pikërisht pra për qenë që mund të ndodhin këto, edhe njerëzve më të ndershëm, edhe njerëzve më me vlera mund të ndodhin sprova të tilla, por ne modelin tashmë e kemi të qartë, sepse kjo i ka ndodhur vetë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe rasti i divorcit të Hafsas, kur ai e divorcon përkohësisht dhe i thot ktheu në shtëpinë tënde Hafsas, natyrshëm për çështje familjare, është për të treguar që edhe në lidhjet më të forta mund të ndodhin krisje të tilla, mirë po e përmendë që shpeshherë Allahu xhaleshanuhu në një sprov nxjerr aq shumë vlera dhe aq shumë urtësi që po të mos kishte ndodhur kjo sprov, nuk do të ndilnin pa këto vlera dhe mirësi. Hafsa kthehet tek shtëpia e saj dhe Omeri, babai i saj, e dinte mirë
Ajo është fajtore, sepse ja dinte, ja njihte karakterin, ja kishte paralajmëruar për diçka të tillë. Lemruar në farmër, një karakter i sertë, nëse mund të themi kështu, ka faturën, mund të ketë kosto të tilla. Ka kosto në vet. Mirë, po ajo që është shumë interesante në këtë rast është që zbret Gjibrili alayhis salam dhe i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a ndave Hafsan, shko dhe ktheja atë, sepse ajo është shumë agjëruese, fal shumë namaz natën dhe është bashortja jote në xhennet. Pra kjo është u bë shkak kjo ngjarje që të dalin pa këto vlera me të cilat ajo njihej në qiell. Njihej për agjërimin e saj, ishte e devotshme, edhe agjërimi është treguesi i devotshmërisë, është një ibadet që nuk bëhet formalisht, për ritual. Dhe nuk është i lehtë veçanërisht me dinë, patjetër. E cila është shpesh edhe shumë e nxehtë. Është namazi i natës, po ashtu është treguesi i devotshmërisë edhe pastërtisë, nuk mund ta bëjë njeriu për hipokrizi apo po thjesht është me ato dallohi, me ato njihej Hafsa në qiell. Hafsa njihej sawame qawame. Agjeron shumë dhe fal shumë namaz natën, edhe për më tepër Gjibrili i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam një diçka që është vlerë shumë e madhe për Hafsën, për më tepër ajo thot është bashortja jote në dynjë, po është edhe në xhennet. Pra është një lidhje që nuk kputet kurrë, është bashortja jote në xhennet. Këto tre elementë janë të elementë që ngren shumë statusin dhe vlerën e Hafsas. Pra nuk ishin gra që thjesht i vlerësonte profeti alayhis salam, po i vlerësonte qielli, i vlerësonte Allahu xhallahu shanu dhe i vlerësonte Gjibrili alayhis salam. Tu ka një element shumë të rëndësishëm. Hafsa tashmë ishte tek shtëpia e babait të saj, po themi nuk ishte në shtëpinë e bashortit të saj, nuk dinte se çfarë ka ndodhur në krahun tjetër, nuk dinte që ka zbritur Gjibrili dhe që i ka thënë fjalë të tilla kaq, më thënë, vlerësim për Hafsën. Dekorat hynore e kanë quajtur këtë shprehje ndaj Hafsës. Edhe shumë e madhe, dekorat shumë e madhe hynore. Ajo është interesant, i lirë është fakti që profeti alayhis salam direkt pas kësaj fjale shkon dhe troket në derë, madje transmetohet ajo ishte në shtëpi, ishte me babain e saj, troket në derë dhe pyetën të shtëpisë kush është Muhamedi i biri Abdullahit, tha. Nuk tha profeti i Zotit. Muhamedi i biri Abdullahit, sepse marrëdhëniet ai kishte edhe, si po themi në këtë rast, ishte marrëdhënie bashkëtorë, domethënë nuk ai po shkonte si Muhammed në këtë rast, edhe thot sapo më zbriti Gjibrili alayhis salam dhe më tha kështu. Madje transmetohet që Hafsa kur dëgjoi emrin e Muhamedit veshi hijabin e saj për treguar se vlerën e saj, sepse ajo mendoi që është tashmë është ndarë dhe është e huaj për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe tha Gjibrili më ka urdhëruar që të kthej Hafsën. Këtu është një element shumë i rëndësishëm, elementi se si ky njeri kaq i madh, profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është një bashkëshort që e ka divorcuar, po themi ka thënë fjalën e divorcit, ka divorcuar bashkëshorten e tij me drejt pa drejt, kjo është çështje tjetër, por kur shikon që e drejta është në krahun tjetër, menjëherë shkon ai, është ai që shkon, nuk është se i çon fjalë dikujt që le të kthehet Hafsa sepse kështu, për treguar që ky është besimtari. Besimtari kur vjen puna përpara fjalës së Zotit, përpara porosisë së profetit, përpara të vërtetës, është shumë i vogël. Nuk ka më hund aty, nuk ka më mendje, unë po jo kam thënë fjalën time, burri një herë flet, nuk kthehet mrapa. Vetë profeti alayhis salam shkon fizikisht, troket në derë, e thot jam Muhamedi i biri Abdullahit, Zoti më ka urdhëruar ta kthej Hafsën. Kjo është për treguar, thash edhe një herë atë që shpesh herë ne e themi një fjalë, ndoshta edhe pa drejt, por rrim pengi saj. E kam thënë këtë fjalë, nuk e kthej më dot. Në një kohë që ky njeri me gjithë këtë autoritet që ka në tokë dhe në qiell shkon personalisht dhe qëndron me krahun e drejtës dhe të vërtetës. Shumë familje i lirë dim që prishen sepse është thënë një fjalë aty. Ka thënë burri një fjalë, e thotë tashmë unë kam thënë këtë fjalë, nuk kam më kthim mbrapa. Pa nuk gjen forcën për të kthyer mbrapa, edhe pse ndoshta e kuptojnë edhe shohin pasojat. E kjo është në këtë situatë këshilla ime është sidomos për çiftet që përjetojnë debate dhe konflikte të tilla, është që të kenë shumë kujdes në fjalët që thonë. E kjo e para dhe e dyta në këto situata të kthehen tek dikush që është më i ditur, është më i mençur, që gjykon pak më me ftostësi dhe Kurani dhe hadithet profetike janë gjykatësi më i mirë dhe ato hoxhallarë që mendoni që janë të urtë, janë të ditur dhe ju orientojnë, kthehuni tek ata. Qofshi burra apo gra, sepse njeriu në këto momente ka nevojë për një mendje që është më e qetë, që është më e ndritur. Siç ishte rasti i profetit sallallahu alajhi wasallam që vetë Gjibrili zbriti dhe i tha kthej Hafsën. Edhe i nxorin pa disa vlera, sepse
ndoshta profeti alayhis salam nuk I dinte këto detaje, që Hafsa agjeron kaq shumë dhe që fal namaz natën. Ndoshta shumë bashkëshort nuk I dinë vlerat e bashkëshortëve të tyre. Edhe ai gjykon vetëm me ato që shikon mirë, po t'ishte pak më mendje ftohtë, po ta kishte parë çështjen më me objektivitet, do dilnin pa shumë vlera që kanë bashkëshortet e tyre dhe ana sjellë. Shumë kuptojmë që çdo kader ka urtësinë e vet. Edhe në herë kur vjen kaderi në formë shumë të hidhur, siç ishte një formë divorci, është një po themi një ngjarje e rëndë dhe përjetim shumë I hidhur, duket sikur mbas kësaj vjen një dekorat, vjen një pastrim, një përgëzim hynor që tashmë Hafsin e bën edhe më të madhe se ç'ishte para divorcit, edhe më me vlerë, edhe po themi me dimension hynor tashmë. Patjetër. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam vetë ka shprehur që nuk është mirë që besimtari të ndahet me bashkëshortin e tij, me besimtaren për një apo dy cilësi që si pëlqen. Çdo kush prej nesh konstaton cilësi që si pëlqen tek pala tjetër dhe ana sjelltas. Por kjo nuk është e drejtë, sepse nëse urren një apo dy cilësi, ajo ka edhe shumë vlera tjera. Pra nuk duhet bëhen shkak shpesh këto mangësit, mungesat, gjëra që s'na pëlqen për ta prishur lidhjen. Ne për fat keq njerëzit e marrin të mirëqen vlerën dhe fiksohen tek 2-3 problematika, të cilat fillojnë të bëhen aq të mëdha saqë bëhen shkak për ta eksploduar gjithë lidhjen familjare, për ta shkatruar familjen. Po çdo njeri I ka të mira dhe të këqijat. Pse duhet me u fiksu gjithmonë tek të këqijat që mund të ketë dikush, tek anët negative? Po ne e njohim veten tonë, nefsin tonë. A e vrasim veten tonë pse kemi 2-3 cilësi? Jo, nuk e kthehemi, reflektojmë, pendohemi, I kërkojmë Zotit ndihmë që të na ndihmojë të këto pika të dobta, sepse I dim dobësitë e vetes tonë. Pse nuk jemi kaq të pastër dhe sinqert dhe me palën tjetër? Por duam që të jetë, më thënë, ashtu siç duam ne. Njëkohë që ajo ka Zotin e saj, ka pikat e veta të dobta të saj, mundohemi të plotësojmë njëri tjetrin. Këto janë të gjitha faktikisht këto ngjarje që kanë ndodhur nga jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam, gjitha janë sikur tani po zbresin për të kuruar problemet e familjeve tona, të lidhjeve tona bashkëtorë, se pasi po të shikosh, po të analizosh, do gjesh që shumica e ndarjeve dhe konflikte familjare janë për gjëra qesharake që nuk kanë edhe bazë, është turp dhe ti tregosh, nuk kanë asnjë lloj serioziteti. Pra, në një farë mënyrë për çdo çift I cili mund të ketë këto polemika dhe këto mosmarrveshjet, le të mendoj këtë fjalën që kjo do të jetë shoqëruesja jote në xhenet. E tani ç'kuptim ka të zihesh në dynja për punët, kur në xhenet do të jesh përjetësisht. Pra, le ta lexojnë këtë shprehje, këtë përgëzim të Xhibrilit çdo çift në momente po themi mosmarrveshjes, sepse mund të ketë hise në atë, mund të jetë e njëjta ngjarje edhe mes çifteve tjera. Personat do bëjmë një shkputje shumë të shkurtër, do të kthehemi sërish te disa momente të rëndësishme të Hafsës, gjithashtu ndërmiq, shihemi pas pak. Rikthehemi sërish miq për të folur sërish për Hafsën si një prej grave të profetit Muhammed alayhis salam, e cila spikat me karakterin e saj, me devotshmërinë e saj dhe me saktësinë e saj. E tham profesor në fillim të këtij emisioni se ajo ka qenë një prej grave ku profeti alayhis salam ka investuar në mësimin e saj, në leximin e saj, në aftësinë për të qenë, po themi, një dietare e kohës. Dhe pikërisht më vonë raporti I saj me Kur'an do të jetë I veçantë, pasi për Kur'anëve të parë që u mblodh ju la në dorë Hafsës, pra quhet Musafi I Hafsës. Pra për shkak të saktësisë dhe për shkak të amanetit që mbante ajo. Këtu duhet të bëjmë një sqarim. Kur'ani teksa zbriste gjatë gjithë periudhës që ishte gjallë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, patjetër që mësoi përmendsh, I pari që mësonte përmendsh Kur'ani ishte vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe atë ja skaliste si thua Zoti në mendje dhe në zemër, që ai nuk e harronte ato që ishte shpallur. Nga ana tjetër ishin hafizët, ata që mësonin përmendsh Kur'anin famlartë, që arabët të gjithë njihishin për memorizim, ato kishin bazë, por kishte edhe element që dalloheshin nga të tjerët për memorizim.
Nga ana tjetër, profeti sallallahu alajhi wasallam kishte ato që quhen sekretarët e Kuranit, shkruesit e Kuranit, që i kishte porositur që të shkruajnë dhe i shkruanin me radhë dhe i tregonte edhe ku ti regjistrojnë, ku ti fusin ajetet kuranore. Pra, këto ajete pasi shkruhen do vendosen pas këtyre ajeteve. Pra, nuk kemi duhet bërë ky sqarim se shpeshherë përdorur sidomos nga orientalistët, sikur Kurani ka filluar të shkruhet mas vdekjes profetit Muhammed a.s. Jo, ajo që ka ndodhur mas vdekjes profetit Muhammed a.s. sidomos mas një ngjarje, një betejë në cilën bien shahid një pjesë e madhe e hafizëve të Kuranit, Omeri radiallahu anhu me atë pikrisht me këtë qartësinë dhe mendjepresinë e tij shkon dhe i thot Ebu Bekrit, thot shpejt, thot Kuranin duhet ta shkruajmë në një libër se kam frikë nga, më thonë që do na vdesin hafizët. Pra ishte mbledhja e Kuranit. Kjo quhet grumbullimi dhe mbledhja e Kuranit nga zemra, mendje dhe këta që kishin shkruar tashmë të gjithë bashkë duhet që ta unifikoni. Ky Kuran që shkruhet pikërisht pra bashkimi që quhet bashkimi i Kuranit në kohën e Ebu Bekrit, masi përgatitet në formë mushafi, pra libri, i lihet në shtëpinë e Hafsas, e cila ishte bashortja profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte vajza e Omer ibn Khattabit, por mbi gjitha ishte një dietare, ishte njëri i sakt, njëri korrekt, sepse nuk ju la, po themi në formë thjesht vlerësimi apo në formë se është vajza e Omerit si pasuri familjare, u la këtu amaneti më i madh. Kurani familjar. Kjo tregon statusin dhe vlerën e madhe që kishte Hafsa. Pra sepse ishte njëri që e dinte se çfarë amaneti ka në shtëpinë e saj, prandaj emri Hafsas është shkruar në histori, siç e përmende, me një vlerë që nuk harrohet kur, është Mushafi i Hafsas. Pra, është libri i parë i tubuar i Kuranit familjar, ka qëndruar në shtëpinë e Hafsas si amanet, e cila nuk është e ruante thjesht fizikisht, po patjetër që e shfletonte, e lexonte atë dhe ishte dietare. Kur në kohën e Uthman ibn Affanit vjen në nevojë shumë fishimi i këtij Kurani, shpërndarja e tij në vende të ndryshme, pasi Islami u përhap në vende të ndryshme, ai Uthmani që ishte tashmë ishte kalif prisi i besimtarëve, i kërkoi Hafsas që të marrë atë Kuran që ishte, po themi, referenca e vetme, e mbledhur. Ta shumë fishoi atë edhe t'ia kthej përsëri Hafsas Kuranin e saj. Kjo tregon që Hafsa tashmë, nëse mund ta shpreh, është një institucion i mirë njohur, të cilit i kërkohet leje, shumë fishohet Kurani, shpërndahet dhe përsëri kthehet Kurani në shtëpinë e Hafsas. Kështu që një nga vlerat e Hafsa bint Omer është pikërisht kjo, që ajo ka patur në shtëpinë e saj thesarin më të madh, pasurinë më të madhe, Kuranin e muslimanëve, dhe ishte personi i përshtatshëm dhe i meritueshëm që ta ketë diçka të tillë, nuk është se ishte bërë dhurat diçka të tillë apo ishte bërë në formë nepotizmi, po ai ishte personi që vendi më i sigurt ku mund të lihet. Kjo tregon për diturinë e Hafsas, tregon për amanetin edhe korreksinë e saj, siç e përmende. Gjithashtu edhe Hafsa mbas vdekjes së profetit alayhis salam u kthye në një referencë e rëndësishme në Medinën e asaj kohe, për atë se çka kishte dëgjuar nga profeti alayhis salam, çfarë kishte mësuar, por dhe çfarë, po themi, kishte aftësi për të nxjerrë mësime dobi për ngjarje që ndodhin përditë në Medinë. Thuhet se edhe Abdullah ibn Omeri, një prej dietarëve të asaj kohe, shpesh konsultohej me Hafsën. Sa e rëndësishme u bë Hafsa mbas vdekjes së profetit alayhis salam? Siç e përmendëm në fillim, të gjitha gratë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sidomos disa emra që janë specifik, ishin referenca mas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, ishin të merituara të jenë referenca, sepse ato mbartnin një pjesë shumë të rëndësishme të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke ditur që ishin besnike, në atë kuptimin nuk është se do të sajonin ngjarje dhe histori, por thjesht ato transmetonin çfarë kishin parë, çfarë kishin jetuar me profetin sallallahu alaihi wasallam. Çdo lloj ngjarje që dilte në Medinë, shpeshherë nuk dinin se si të vepronin dhe ktheheshin tek bashortët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka ndonjë hadith, ndonjë ngjarje, nëse ka ndodhur ndonjë gjë e tillë brenda shtëpisë, çfarë ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam, kështu që e përmendëm, shtëpia e Aishës ishte një institucion, ishte një universitet, një medrese që pafundësisht
kishte nxënës dhe kishte burra të mëdhenj që ktheheshin dhe konsultoheshin. Po kështu ishte edhe shtëpia e Hafsës, sepse edhe ai ishte dalluar me ato që dinte shkrim, leximi ishte dietare dhe ishte shumë e saktë, shumë korrekte. Sidomos me Hafsën është konsultuar shumë babai i saj, Omer ibn Khattabi, kur ka qenë kalif i muslimanëve. Sidomos për çështje që kanë lidhje me gratë, çështje intime që ndoshta nuk i njohin burrat, ai shkonte dhe pyeste Hafsën dhe merrte vendim politik bazuar mbi ato që i tregonte Hafsa. Kjo për të treguar që ishte një referencë e shtetit të ri tashmë, i cili ishte shumë më i madh dhe shumë më i zgjeruar se sa në kohën e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose në kohën e Ebu Bekrit, pra ishte një civilizim tashmë. Patjetër dhe Hafsa, si thuash në këtë rast, është këshilltarja e kalifit, e prisit të muslimanëve, po jo këshilltare, po themi pa merituar, ajo meriton që të jetë e tillë, sepse është e ditur dhe është bashortja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ka logjikën e ka shumë të qartë dhe shumë të pastër. Prandaj pyeste shpeshherë Omeri dhe thash bazuar mbi ato që i thoshte Hafsa, ai merrte vendime sidomos për çështje që janë çështje, po themi private, që kanë lidhje me përgjithësi me specifikat e grave. Ai që konsultoi, siç e përmendë shumë, ishte Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar është dietar. Është nga dietarët e mëdhenj të muslimanëve, brezi i sahabëve që janë dietarë, që njihen, por mund të themi që një nga mësueset hoxhallarët e Abdullah ibn Umarit është motra e tij, është Hafsa. A nuk është se ishte thjesht më e madhe se sa ai në moshë, po ishte ajo që e mësonte vllain e saj, i tregonte shumë specifika, shumë gjëra që kishin lidhje me jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe mbeti gjithmonë Hafsa, po themi dera e konsultës për Abdullah ibn Umarin dhe edhe kur u bë dietar i madh, sepse Abdullah ibn Umar, siç dihet, është referencë për jetën në Medinë. Është baza e referencës së jetës në Medinë. Por si thuash, ky dietar kaq i madh është nxënësi talebja i motrës së tij, i Hafsas, e cila ishte bashortja e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që Hafsa mbetet, siç e përmendëm, mbetet referencë për shumë ngjarje, për shumë mesele që ktheheshin dhe njerëz të mëdhenj. Se Omeri ishte prisi besimtarëve dhe ishte babai. Shpeshherë baballarët nuk kthehen tek me të vegjëlit, sidomos tek vajzat e tyre. Por Omeri kthehej tek vajza e tij dhe e pyeste atë. Po ashtu Abdullah ibn Umar, siç e përmenda, nuk është përveç se një produkt, domethënë i vet Hafsas, i kësaj dietare kaq të madhe. Për të falenderoj shumë për këto shpjegime, për këtë zbërthim të personalitetit të Hafsës dhe për këto mësime që nxjerrin vetëm gratë, por edhe burrat. Zoti ju shpëlbej. Faleminderit edhe juve. Miq, këto ishin, po themi, shpjegimet, orientimet shkurtimisht të jetës së Hafsës, Zoti qoftë i kënaqur me të, e cila duket sikur dy ishin shtyllat, po themi, më të forta. Ishte lidhja me Zotin, devotshmëria, adhurimi i spikatur, pra një grua që agjeronte shumë, falej shumë natën dhe për këtë u përgëzua me xhenet nga Xhibrili, po gjithashtu një grua e mprehtë, e saktë, me karakter të fortë, e cila do të ruante, po themi, xhebahirin më të rëndësishëm të asaj kohe, të vetmin Kur'an, do t'i dilte për Zot, duke e ruajtur në shtëpinë e saj, duke kthyer më vonë edhe një referencë për babain e saj si halife dhe për gjithë besimtarët e asaj kohe. Janë këto gra, janë këto frymëzime që na bën krenar për të shkuarën, po gjithashtu na orientojnë dhe për të ardhmen tonë. Falenderoj që qëndruat me ne dhe mirë takofshim.